Në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi u zhvillua një ligjëratë e hapur me studentët me temë kushtet e drejta të tregut për konkurrueshmëri nga Hendrik Botshammer, ekspert i OECD-s. Aktiviteti u fokusua në rëndësinë e integritetit dhe kushteve të drejta në treg për forcimin e konkurrencës së ndershme dhe zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik. Zëvendës dekania e Fakultetit të Ekonomisë theksoi se aktivitetet të tilla janë të rëndësishme për studentët, pasi ndihmojnë të kuptojnë më mirë funksionimin e tregjeve dhe rolin e transparencës në rritjen e konkurrueshmërisë. Bëj një leksion të hapur dhe një seri diskutimesh me studentët në lidhje me integritetin dhe konkurrencën e ndershme. Natyrisht kjo është një leksion shumë i vlefshëm për studentët, duke patur parasysh që bëhet fjalë për fakultetin ekonomik, bëhet fjalë për 3 departamente në të cilët zhvillimi i biznesit sipas tendencave bashkëkohore dhe në përputhje dhe me ndryshimet në mjedisin gjeopolitik është bërë akoma më i rëndësishëm. Në kushtet e sotme, kur situata gjeopolitike është në ndryshim, ndërhyrja e inteligjencës artificiale është shumë e shpejtë dhe shumë dinamike, kërkon që jo vetëm studentët, por edhe komuniteti i biznesit dhe njëkohësisht edhe politikbërësit të jenë përgatitur për ta përdorur këtë inteligjencë artificiale dhe për të vepruar në këtë mjedis shumë dinamik dhe të ndryshueshëm në mënyrë etike dhe në mënyrë të ndershme. Eliminimi i praktikave ose reduktimi i praktikave korruptive, praktikave të përzgjedhjes së bizneseve. Faktikisht projekti që ai drejton kanë themel bashkëpunimin midis politikanbërësve, shoqërisë civile, komunitetit biznesit dhe akademisë ose universiteteve. Në takim u theksua rëndësia e krijimit të kushteve të barabarta dhe transparente për zhvillimin e një konkurrueshmërie të qëndrueshme në përputhje me praktikat e OECD-s në Evropën juglindore.